Gjesti, banori Big Brother VIP Albania, vazhdon të mbajë atmosferën me humor dhe batuta, sidomos në lidhje me marrëdhënien e tij me Egli Takon. Kohët e fundit ai është parë në kuzhinë ku këndonte disa vargje për Eglin dhe ironizonte largimin e saj për vetëm 9 ditë. Ai shprehu habin se si ajo e kishte harruar, duke thënë se nuk mund të kishte qenë dashuri, por thjesht një fiksim. Nuk paska qenë dashuri, por paska qenë fiksim, tha ai në mënyrë ironike. Pas rikthimit të Eglit në shtëpi, ajo ka ndryshuar qëndrimin ndaj Gjestit dhe banorëve të tjerë, duke sjellë dinamika të reja. Ajo është distancuar nga Gjesti, me të cilin kishte pasur një marrëdhënie të afërt më parë. Gjatë një momenti, Gjesti e ka thumbuar Eglin pas një komenti të saj që i tha: "Bëhu burr e mbaj qëndrimet e tua." Ai vazhdoi ta ngacmojë teksa i thot: "Ku je more Egli Tako? E ke harruar Kingin." Më pas tha se do të flisnin nesër. Egli u përgjigj seriozisht, duke shtuar se mund të flisnin kur të donte ai. Ky ndryshim në qasje tregon se ajo po luan një lojë më të kujdesshme pas rikthimit të saj në shtëpi.